Sali Berisha në rast se do të kishe kontraktuar para zgjedhjeve si këshilltar, çfarë do të këshilloje ndryshe që ai të merrte një rezultat më të mirë se ky sot? Çfarë duhet bënte sipas teje? Të bënte e para të propozonte një emër konsensual për ta gjente ndaç në Shqipëri, ndaç të propozuar nga të gjithë ndërkombëtarët, domethënë për një emër që mund të bënte bashkë gjithë opozitën. Duke parë që kundërshtimi atyre që nuk bëheshin bashkë me të, por që ishin dhe kundër Ramës, ishte vetëm zoti Berisha. Dhe nëse ti vërtet do të rrezoshe Edi Ramën, atëherë egoja jote duhet të jetë më e vogël sa interesi shqiptar. Dhe duhet bëja të propozoja një emër, një kryeministër i cili do të sillte opozitën në pushtet. Dhe u dha leksioni, po të shikojmë për shembull Tabaku, Ilir Ali Mehmeti në Tiranë, po edhe në disa qytete tjera, listë hapur tregon që ata të cilët kanë marrë votën tregon që qytetarët atje që pushtesin ty mund të japin një kundër argument në zonat ku nuk kishte ndikim të bandave Partia Demokratike fitoi. Pra në Kavajës kishte ndikim, në Mirdit nuk kishte. Kjo është një lexim tjetër që aty ku ke pushtet lokale dhe mund të ndikosh, dhe kjo është një nga gabimet e mëdha të Bashës dhe Berishës bashkë, që fillon që nga braktisja e reformës elektorale, që nga braktisja e kuvendit dhe që nga braktisja e zgjedhjeve lokale, për të kuptuar që aty ku s'ke asnjë lloj pushteti, është vështirë të marrësh sepse interesat e qytetarëve janë zëruar, domethënë ndaj teje.